إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قائلا: من بات إلى فراشي طاهرا داعيا اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا منجا ولا ملجأ إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت مات على الفطرة. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona. Cilin do që i madhi Zot, Allahu e ka udhëzuar në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humbë dhe devijon, dhe cili do prej njerëzve që ka zgjedhur për veten e tij humbjen dhe devijimin, nuk mund ta udhëzojë tek e drejta askush tjetër përveç Allahut Xhella Xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë, Zot që meriton të njihet e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, robi i Zotit, i dërguar i Zotit. Ai ishte dhe vula e profecisë në tokë, misioni i të cilit përmbledhet në ajetin ose vargun kuranor: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Vëllezër dhe motra, ne jemi në meditimin ton dhe leximin ton të ngadalshëm të surës El-Maide. Dhe sot me shpresën e Zotit do të ndalemi tek ajeti i abdesit. Elhamdulillah, gjithë muslimanët dinë të marrin abdes, po do ta trajtojmë pak më ndryshe. Përpara se të vinë tek ajeti i abdesit, shumë interesant fakti, Zoti përmend disa gjëra të ndaluara për muslimanët. Hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinziri wa ma uhilla li ghayri Allahi wal-mawqudhatu wal-mutaraddiyatu wan-natihatu wa ma akala as-sabu'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha lin-nusbi wa an tastaqsimu bil-azlam dhalikum rijs. Ju është bërë ndaluar juve, o besimtar musliman, që të hani coftinat, mishin e ngordhur, edhe gjaku që del nga kafsha mbasi theret. Se disa vende kanë traditë e presin gjakun që del nga kafsha, e marrin e fusin në furrë, i hedhin pak krip sipër dhe e gatuajnë. Në Islam është ndaluar haram kjo gjë, pasi është pisliku më i madh që mbar trupi i kafshës, i derdhur me gjakun e saj. E rëndësishme. Dhe përmendi Zoti disa lloje të tjera ndalesash, haramesh, kafsha e cila ka rënë nga një lartësi dhe ka ngordhur, kafsha e cila është mbytur, kafsha e cila në përplasje me tjetrën ka ngordhur, ajo që e ka ngrënë e gërsira, përveç se nëse i gjeni të gjalla të gjitha këto rastet dhe i therni për zgjalli, se të gjitha këta janë të pista dhe të papastra. Pra dha Zoti, më vdeshi Zoti, që t'japi një, le të themi, arsyetim dhe një mrekulli në arsyen e ndalesës së këtyre gjërave. Këtu përmendën ngordhësira,
u përmend lahmul khinziri, mishi i derrit, u përmend çdo gjë që nuk theret me emrin e Zotit, po theret në ndonjë emër tjetër apo për dikë tjetër, dhe çdo gjë që theret në për idhuj ose ta të quajturat vendet e shenjta, vendet e mira, vendet e bekuara, gjitha këto konsiderohen rijs, pa pastërti. I futi Zoti në një emërtim të gjitha. Ajo që mund të rrogjë vëmendjen kur po përgatitesha, është Allahu xhelle xhelalu dy herë futi në të njëjtin ajet gjërat, kurbanet që theren jo për Zotin. Dakor, ngordhësira është ngordhësirë, coftina është coftin, gjaku që del prej kafshës kuptohet. Mishi i derrit e kemi parë shto shkenca për të, okay. Ndalimi i kurbaneve që bëhen jo për Allahun, jo për Zotin, apo që bëhen në vendet ku adhurohet dikush tjetër përveç Allahut, për idhujt, për putat, për shenjtorët, e ku diçon e tjerë. Pse e ka quajtur Zoti rijs, pa pastërti? Sepse është pa pastërti e besimit. Pa pastërti e besimit. Pa pastërtia është dy lloje, pa pastërtia e trupit, e lëndës, e veshjes, e vendit ku rrin etj, dhe pa pastërtia e shpirtit. Pa pastërtia e shpirtit s'ka gjë që e lan vetëm se tauhidi, njësimi i Zotit. Ndërsa pa pastërtia e trupit, e vendit, i fut ujë, i hedh ujë, e lan e pastron, marron historia, është shumë kollaj. Po kjo e para është më e rrezikshme. Pa pastërtia e shpirtit. Pra kur i bëhet shok Zotit, kur i bëhet rival Zotit, kur bëhet shirk, këtë s'ka gjë që e lan. Kjo është shkalla më e lartë e papastërtisë. Pastaj vjen papastërtia e haramit. Sepse papastërtia e haramit futet në trup dhe rritet dhe ushqehet trupi me të. Do kohë shumë që të dali. Dhe do t'japi refleksione negative kudo. Dhe pastaj vjen papastërtia e kujt? E trupit. Atëherë Islami i ka sqaruar të gjitha. Si pastrohet shpirti? Si pastrohet besimi? Si pastrohet trupi nga papastërtia e haramit nëse futet në të, dhe vjen papastërtia e jashtme simbolike. Islami na ka mësuar, shqyr Zotit, elhamdulillah, që të lahemi sa më shumë. Madje në shumë raste neve na obligohet që të lahemi. Pra nuk është me dëshirë. Siç e dimë gjithë, kur bëjmë marrëdhënie seksuale me bashkëshortet tona, kur duam vim për xhuma, për bajram etj. Mi po është dhe një lloj pastrimi tjetër, prapë edhe ai simbolik, po ka brenda urtësitë e veta, ai që është përmend po në surën El Maide, që është ajeti i abdesit. Para se të shkojmë aty, Zoti përmendi gjuetin dhe rregullat e gjuetisë. Pra gjuetia në Islam nuk e bën kafshën haram. Nëse dikush gjuan sipas kritereve të Islamit, pra duhet bëj bismillah sa herë që gjuan, dhe gjëja me të cilën gjuan njeriu duhet ta shpojë dhe t'i nxjerrë gjak kafshës, dhe nëse e gjen gjallë duhet ta theri, nëse ka ngordhur është halal. U sqaru në ajetin më poshtë, për treguar që gjahu në Islam është halal dhe s'ka asnjë lloj problemi. Më poshtë vjen një ajet ku Zoti flet për ushqimin e hebrejve dhe të krishterëve, dhe martesa e muslimanit me një të hebre dhe një të krishtere. Tregoi Zoti se lejohet të ushqehesh për ushqimit të tyre, përveç se nuk duhet të jetë mish derri apo coftin dhe ngordhësirë. E nëse është mish i therrur, si zakonisht dhe normalisht, është halal, mund të ushqeheni nga ushqimi i tyre dhe ushqimi juaj është halal për ata. Dhe martesa me gratë, me një të krishterë apo me hebre është halal, e lejuar për ju vetëm një kusht, të jenë të ndershme. Dhe nuk e vuni kusht Kur'ani që duhet patjetër pranoj Islamin. Po pranoj Islamin e pranon për vete, po jo që t'i vjet si kusht për martesë. Vim tek ajeti poshtë abdesit. Pastaj do të futem tek ajeti abdesit. Zoti flet për dëshminë dhe të qenin i drejtë në dëshmi.
Dhe mes gjithë kësaj gjëje të bukur dhe të mrekullueshme vjen i ajeti i abdesit. Gjërat janë të lidhura shumë bukur me njëra tjetrën. Një njeri i cili falet Zotit dhe i lutet Zotit duhet të jetë i drejtë dhe duhet dëshmojë të drejtën, edhe nëse në një moment caktuar e drejta atë do ta dëmtojë, s'ka lidhje. Përderisa ti merr abdes, përderisa ti i falesh Zotit, përderisa ti edhe mballin sejdë për Allahun, duhet me qenë i drejtë dhe duhet me thonë të drejtën. Dhe në përgjithësi vëllezër dhe motra, po ti shohësh ajetet e Kuranit ku flitet për adhurimet më të bukura dhe më të rëndësishme dhe qendrore të Islamit, pasha Zotin e Madh. Përpara ose flitet për të drejtat njerëzore, ose mbrapa flitet për të drejtat njerëzore, ose në të dyja para dhe mbrapa flitet për të drejtat njerëzore, dhe në mes të drejtave njerëzore Zoti flet për namazin, në mes të drejtave njerëzore Zoti flet për agjërimin, në mes të drejtave njerëzore Zoti flet për zakatin, në mes të drejtave njerëzore Zoti flet për haxhin, me na dhon neve me kuptu se një njeri i cili e beson Zotin, i falet Zotit, i lutet Zotit, adhuron Zotin, beson se një ditë do dali përpara Zotit dhe gjithë jetën e tij e ngren në adhurim dhe kënaqësi të Zotit, nuk mund të hyjë në hak njerëzve dhe nuk mund të bëjë padrejtësi njerëzve. Nuk është kot kjo punë. Për këtë arsye Zoti ka thënë liyadabbaru. E kemi zbrit kë Kur'an që ju të meditoni, pa jo thjesht një lexim i Kur'anit, po meditim. Pra ka diçka këtu. Sikur Zoti po na thret, ju që faleni e luteni, duhet të ushqeni me halal. Nuk duhet të fusni në shtëpi vetëm se halal. Nuk duhet të fusni në trupin tuaj vetëm sa atë që është halal, ama edhe me njerëzit me të qeni drejt. Ashtu siç kërkohet prej teje të falesh, ashtu siç kërkohet prej teje të marrësh abdes e kështu me radhë. Le të vim tek ajeti jon, tek i cilin ne do të ndalemi sot. Ajeti ku i madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu i obligon besimtarët dhe besimtarët para se të falin namaz duhet patjetër të kalojnë një procedurë pastrimi. Simbolik, jo larje e përgjithshme e trupit, po diçka më pak, por edhe ajo është një lloj rifreskimi dhe një lloj rikujtimi dhe një lloj rizgjimi dhe një lloj shplodhje për njeriu përpara se të futet në adhurimin më të rëndësishëm të kësaj feje, që është takimi me Allahun, namazi. Dhe ka logjik të fortë brenda situata. Pra ti do të takosh Allahun xhelal xhelalu, ndërkohë që ke dalë nga puna, ndërkohë që ke dalë nga shkolla, ndërkohë që ke dalë nga zyra, ndërkohë që ke dalë nga administrata, ndërkohë që ke dalë nga gjyqi, ndërkohë që ke pas i hall dhe i problem dhe i siklet që të ka marrë 2 orë mendjen aty dhe se ke pas mendjen askund. Dhe vjen koha e namazit. Merr njeriu abdes. Lan duart, lan fytyrën, pra gojën, hundën dhe fytyrën 3 herë. Lan dorën e djathtë nga maja e gishtave deri mas brylit 3 herë, dorën e majt gjithashtu, e fërkon kokën, vajti ardhi dhe veshët, dhe pastaj këmbën e djathtë deri sipër nyjes këmbës dhe këmbën e majt deri sipër nyjes këmbës. Ky është abdesi i plot. Me 3 herë është i plot, me 2 herë je okay, po edhe me 1 herë me i bot gjitha nga 1 herë prapë je okay. Dhe kështu ti je me abdes. Kështu ti je gati për të takuar Allahun xhallal xhelalu. Transmetohet në hadithet e sakta se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për çdo namaz ka pas marr abdes. Po nuk është obligim. Është e pëlqyeshme dhe e mirë. Sepse njeriu ka nevojë të rifreskohet, ka nevojë ta zgjojë veten e tij nga monotonia e ditës, e punës, e jetës, e familjes, e kështu me radhë. Mirë po lejohet që njeriu me një abdes të falet dhe gjithë ditën. Siç ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën e Shërimit Mekës. Me një abdes i ka falë të 5 namazet. Pra nga kjo kuptohet se kjo është e lejuar, po më e mira është kjo. Megjithatë prapë kjo nuk është tema ime. Unë do të flas sot për vlerat dhe mirësitë e abdesit. Një ditë pejgamberi alayhi salatu selam ju thot shokëve të tij: Istaqimu wa lan tuhsu. Mundohuni të jeni sa më korrekt, edhe me Zotin dhe me njerëzit. Po njeriu e ka të vështirë, si sa bukur, subhanallahu. Po njeriu e ka të vështirë.
Wa'lamu an khayra a'malikum as-salah. Dijeni se puna më e mirë që ju mund të bëni në këtë botë është me fal namaz. Wala yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'minun. E nuk i rrin kokë abdesit vetëm sa ai që është besimtar i vërtet. Pra nuk rrin me abdes gjatë gjithë kohës, vetëm se besimtar i vërtet. E bëri abdesin shenjë të kujt? Shenjë të besimit. Sepse abdesi është mbrojtje. Abdesi është ruajtje. Abdesi është mirësi e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidhi qenin në abdes me faktin se ti je besimtar. Një njeri që e ka merak abdesin vazhdimisht do të thotë se zemra e tij është rreth fort, është mirë. Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër gjoje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra këtu e bëri shenjë të besimit. Në hadithin tjetër tha është gjysma e besimit. Si? Tha at-tahuru shatrul iman. Qenia e njeriut i pastër dhe me abdes është argument se ka plotësuar gjysmën e besimit. Gjoja hadithin tjetër. E bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam abdesin shkak që të falen gjitha gjunahet. 3 hadithe, gjoja hadithin e parë. Kush merr abdes mirë ashtu siç duhet, i falen gjitha gjunahet. Hadithi i parë. Hadithi i dytë. Kush merr abdes mirë ashtu siç duhet, dhe pastaj i fal 2 rekat namaz, i përkushtuar me zemrën dhe me fytyrën e tij, Allahu do t'ia falë të gjitha gjunahet. Të hadithat transmeton Ukbe ibn Amir. Ukbe ibn Amir thot, ruaja delet dhe shkova ditë me vonesë dhe pejgamberi sa po thoshte këtë hadith. Foli ky kur ngjoi pejgamberin sa që tha kështu, tha, sa mirë, i doli nga shpirti. Tha Omeri, prit se s'ke ngjuar diçka se erdhe me vonesë. Tha çfarë tha më përpara? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e merr abdesin mirë ashtu siç duhet, siç e përmenda unë fillim, me 3. Kush e merr abdesin mirë ashtu siç duhet, dhe mas abdesit thot, ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, transmetimi Tirmidhiut, dhe tha, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, më bëj mua prej atyre që pendohen vazhdimisht dhe më bëj prej atyre që janë të pastër. Do t'i hapen 8 dyert e xhenetit. 8 dyert e xhenetit. Hadithi i tretë. Pejgamberi alayhis salam tha, subhanallah. Kur e kam lexuar këtë hadith, morën qeth të mishi pasha Allahun. Tha, nëse njeriu del nga shtëpia e tij me abdes për shku në xhami, i falen gjitha gjunahet, ndërsa ecmja dhe e falmja në xhami është plus. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Vetëm me dal me abdes për shtëpie e më unis drejt xhamis të falen gjitha gjunahet. Po e ecmja plus. Po e falmja në xhami farzi suneti janë plus. I e pastru. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadithi tjetër që tregon prap vlerën dhe mirësinë e abdesit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse besimtarun po lexoj shqip sepse nuk duhet vonohem duke e përmend dy gjuhë. Inshallah bën halal ata që skuptojnë shqip. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: nëse besimtari del nga shtëpia e tij me abdes, gjoje, për çdo hap që hedh i shkruhet një sevap dhe i fshihet një gjuna. Subhanallah. Gjoje tjetrin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse besimtari del nga shtëpia e tij me abdes drejt xhamis, thot për çdo hap që hedh i fshihet një gjuna dhe i ngrihet një shkallë. Atëherë, nëse ti ec me abdes nga shtëpia drejt xhamis, merr 3 gjona. Për çdo hap fshihet një gjuna, të shkruhet një sevap dhe të ngrehet një shkallë, por janë transmetuar në 2 hadithe të ndryshme. Gjojnë hadithin tjetër të mrekullueshëm, që tregon vlerën e abdesit. Se thamë pra, du të më kushtuar rëndësia abdesit, dhe se me qenë me abdes pas ka vlerë të madhe.
I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, si transmeton hadithin Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, ala adullukum ala ma yamhum, hadithi është, tha, atë ju tregoj se me çfarë ju afshin Allahu të gjitha gjunahet dhe me çfarë ju ngren Allahu gradët në shkallët më të larta të xhenetit. Than, po si jo, i dërguari Allahut na e trego. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, izbagul wudu'i fil makarihi, të marrësh abdes mirë në kohë të vështira. Si me thonë, të japësh hakun abdesit edhe kur është ftohtë, edhe uji është i ftohtë. Të japësh hakun abdesit edhe kur është uji i nxehtë dhe koha është e nxehtë. Abdesi është abdes, bëhet fiks. Wa kathratul khuta'i lil masajid, në xhami. Tha, dhe me prit namazin nga namaz, fa dhalikumur ribat. Shkruhet tek Zoti sikur jenë prit lufte, sikur ke zonë pritën kundër armikut. Shkruhet tek Allahu xhella xhelaluhu. Vëllezër, shpërblimi i madh. Gjojnë hadithin tjetër. Nëse njeriu tha, shkon në xhami dhe e fal namazin dhe rrin aty duke përmend Zotin, duke bë dua, nuk lu prej venit, me lajket rinë mbi kokën e tij dhe luten për të. O Zot fale, o Zot mëshiroje, derisa se prish abdesin ose s'flet me njëri tjetër. Pra edhe këtu u përmend abdesi si vlerë. Prit, s'kemi marru, sa po kemi fillu. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të zbukurohet dhe ndriçohet besimtari në ditën e Kiametit në të gjitha gjymtyrët që ka marrë abdes. Do të thonë, ditën e Kiametit, besimtarët do të shkëlqejnë, do të ndriçojnë, do të dallohen nga të gjithë tjerët me abdesin, me shenjat e abdesit të tyre. Gjoja ditën tjetër. Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para vdekjes ka shku tek varrezat dhe ju ka dhënë selam sahabëve të vdekur, thot ai sahabiu transmetuesi, sikur po u ndante dhe po ju jepte lam të mirën. Pastaj foli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha, ti kisha pa i herë vëllezërit e mi. Tha pejgamberi i Zotit, a walasna ikhwanak, a nuk jemi ne vëllezër tu? Kale bel antum ashabi, ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata që do të besojnë tek unë, tek fjalët e mia, pa më parë me sy. Sahabiu e pyeti, i tha, mirë neve në ditën e Kiametit do të na njohësh o pejgamberi i Zotit. Po si do t'i njohësh këto vëllezërit e tu, që po thu vëllezërit e mi? Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Do t'i njohta nga shenjat dhe drita e abdesit. A do me të njoft pejgamberi alayhis salam? A do t'i jesh për atyre që thotë, eja këtu, je tek unë, mos kërko. Abdesit do të më dhon hakun, edhe do të më qenë mundësisht gjithmonë me abdes. Gjoja ditën tjetër. Zgjohet një ditë në mëngjes, pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ka pas traditë që masi e falte sabahun, ju thojtë shokëve të vet. A ka pa ndonjëri për jush në ëndër t'ja komentoj, edhe vishin njerëzit. Atë ditë tha, a ka parë ndonjëri për jush në një ëndër? S'tha një njerëzit. E po kam parë unë ta një ëndër. Kam parë tha një ëndër çuditshme. Ndërkohë që po ecja në xhenet, shija që dikush ishte përpara meje, este para meje. Pyeta, kush është ky? Më tha Xhibrili, është Bilali. Jo Miftiu. Bilali radiallahu anhu, ai që triste ezanin. Miftiu inshallah është për xhenetlive dhe ne të gjithë inshallah jemi për xhenetlive. Pastaj e thirri Bilalin radiallahu anhu dhe i tha, o Bilal, çfarë mendon ti? Sa është ajo vepër që ty të futi para meje në xhenet? Pra tregon vlerësim, jo sa ai do të jetë para pejgamberit, sa po tregon vlerësimin dhe rëndësinë. U mendu Bilali radiallahu ta'ala anhu. Tha pejgamberi i Zotit, se di
Por, unë kam i gjë si tradit. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të lahem, apo të marr abdes, e mos t'i fal 2 rekat namaz. E kam bërë si rregull vetes time. Sa herë që lahem, pa i bëj gusl, ose marr abdes, i fal 2 rekat namaz. Tha pejgamberi sa sem prej kësaj. Kjo është e vepra. Gjoja se s'kemi marru mirësitë e abdesit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse një besimtar ose besimtare shkon për shtratin e vet me abdes, duke përmend Zotin me abdes, dhe zgjohet gjatë natës, nuk tha me fal namaz, jo, dhe i del gjumi gjatë natës, dhe bën një lutje për këtë botë ose botën tjetër, Allahu do t'ja japi. Thjesht me shku me abdes dhe me përmend Allahun para se me flet gjumë. I del gjumi natën, si mund të ndodhi? Sikur po thot Zoti, çau pak çka kishe për të thonë robim. Ç'a deshe të thushti? Ç'a halli kishe? Subhanallah. Hadithi tjetër, me të cilin unë e nisa hutbën time sot. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush shkon drejt shtratit të tij me abdes dhe shtrihet në krahun e tij të djathtë, pra e lën zemrën të lirë, të pompoj, nuk e hyp zemrën sipër, dhe thot: Allahumma inni aslamtu wajhi ilayk. O Allah, i gjithi ty t'jam dorëzuar duke pranuar Islamin. Wa fawwadtu amri ilayk. Gjitha punët o Zot dhe çështjet e mia ti kam dorëzuar ty. Wa alja'tu dhahri ilayk. Ty o Zot tu kam mbështet me shpinën time, pra o Zot e kam mbush shpinën ke ti, pra me kuptimin t'jam mbështet. Raghbatan wa rahbatan ilayk. Ty të friksohem, ama tek ti e kam gjithë shpresën time. La manja wa la malja minka illa ilayk. Nuk mund të shpëtoj dhe s'kam ku ta ratisem, vetëm se tek ti o Zotim. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Librin që e ke zbrit e kam besuar. O bi nabiyika alladhi arsalt. Dhe profetin që ke sjell, që ke dërguar, e kam besuar. Pejgamberi alayhi salam tha: nëse ky njeri vdes atë natë, ka vdekur në besimin e pastër dhe në fenë e plotësuar. Përveç duas dhe kuptimeve që ka duaja mrena, cili ishte kushti tjetër? Të qenit me abdes. Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala, sahabiu i cili transmeton këtë hadith, thot kur e tha pejgamberi sa e mësova për mendsh. Tash pejgamberi Zot ata them, ta thuje: Allahumma inni aslamtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk rahbatan wa raghbatan wa saraghbatan wa rahbatan ilayk. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika, thot ky sahabiu, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ta pejgamberi jo, wa bi rasulika alladhi arsalt. Pra kjo duaja u dash ka mësu fiks, jo më u thon me kuptim. Ajo që mu më intereson nga gjithë kjo është fakti që abdesit është kushtuar rëndësi qysh në momentin e parë kur zgjohesh nga gjumi, deri në momentin e fundit që ti ja dorëzon shpirtin Allahut duke vu kokën një astik për të flet gjumë. Po sikur zgjohet nga gjumi, nuk na e përmend e hoxh, ta përmend tani. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shejtani çdo njeriu kur flen gjumi lidh 3 nyja në kokë. Mas kokë mi fjalë, i lidh 3 nyja. Po në shejtani nuk e jap dot me detaje se si funksionon. Se di. Dhe kur njeriu tha çel syt dhe përmend Allahun, këputet e para.
merr abdes, putet e dyta. Fal namaz, putet e treta, dhe njeriu ftjellohet e kthjellohet dhe bëhet fil. E fillon ditën marë e mirë, e bereqet e marësi pa fund. E nëse njeriu nuk i bën këto të treja, gjithë ditën është i lodh dhe i kput. O çfarë kam se di çfarë kam, më i lodh dhe i kput. Po pra, e i lodh dhe i kput se të ka frynë shejtanin në vesh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu çohet dhe merr abdes dhe shfryn hunën, se ne e dim që kur merret abdes thithet ujë fort. Thot shejtani që ka qenë i strehuar në hunën e tij dëmtohet dhe del i poshtruar nga trupi i tij. E të gjitha këto janë në adhurimin e abdesit. Një adhurim i cili nuk merr prej besimtarit më shumë se ndoshta 2 minuta kohë, po të bëhet kështu si mas sunetit edhe fiks, por duhet me pas kujdes që gjatë abdesit nuk duhet të harxojmë ujë. Është gabim i madh që të shkosh ke çezme kur merr abdes, ta hapësh në fund edhe ti futesh pastaj 10 minuta abdes. Kësë është normale me islam. Abdesi shpejt dhe sa më pak ujë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas marrë abdes me i grusht ujë, o vëllezër, me i grusht ujë. Kështu, grusht tek. Kurse me i grusht kështu lahej. Okej, ai ishte pejgamberi i Zotit. Tamam. Okej. Po ne të paktën të morim abdes me i grusht. E të lahemi me 3 grushta. Futet njëri për antarëve familjes në dush, me bo dush, do mu fut tjetri, ka vetëm ujë akull. Pse? E ka marru ky 200 litërshin. Po ti nuk je prej zifti e burr, do me pastru ziftin. Futu marro punë aty dil, bismillah tjetri. Lusë Allahun e madh që na pastroj besimin. Lusë Allahun e madh që të na pastroj të mrendshmen ton nga harami. Lusë Allahun, Zotin ton, që të na pastroj trupin ton dhe zemrat tona. Lusë Allahun që të na pastroj sjelljen dhe edukatën ton, sepse është kollaj që njeriu t'i përmbahet ty në rregullave, po sprova më e madhe jona është në sjelljen ton dhe në edukatën ton. O Allah, Zot, siç na ke zbukuruar trupin ton, fizionomin ton, na zbukuro Allah edukatën dhe sjelljen ton. Vëllezër dhe motra, për gjërave të bukura që janë transmetuar në raport me hadithin e shtënia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur besimtari merr abdes, përveç hadithit që thamë i falen gjunat është tjetër, ky është tjetër. Thot i bin gjunahet e tij nëpërmjet ujit të abdesit nga të gjitha gjymtyrët e tij. Pra kur njeriu merr abdes dhe lan gojën dhe hundën dhe pastaj fytyrën, të gjitha gjunahet e pjesës kokës i dalin, derisa tha edhe pika e funit e ujit merr gjunafin e funit. Po kështu me dur, kur la durët, nga durët edhe nga pjesa e trungut, dhe kur lan komët, nga komët dhe pjesa e poshtme e trupit. Pra një pastrim total për njeriu nga të gjitha gjunahet. Prandaj mos ta neglizhojmë. Kam lexuar një studim shkencor rreth abdesit. Për Zotin, vëllezër dhe motra, pasha Zotin, me të shku imani 100, pasha Zotin e madh, vallahi billahi, për Zotin. Ai tregonte studimi shkencor, s'kishte lidhje me Islamin. Thoshte sensorët e të gjithë organizmave e të gjithë organeve të trupit njeriu janë tek shputat e durve, tek shputat e këmbëve, tek veshët dhe tek syt. Subhanallah. Tani llogaritë ti çfarë bën muslimani 5 herë në ditë, po ti marrët rregullit asaj që thamë është më e mira. Ti prek dhe zgjon sensorët e gjithë organeve të trupit. E kupton ti sa larg janë gjilponat kineze ndaj nesh apo jo? I le ke ura e Tares. Atje, ose ke ura Shijakut.
S'ke nevojë me këtë gjitha në fen tonë, zbatoje mirë, rregullisht, çdo gjë është me mrekullim brenda. Për abdeseve të çuditshme që ka Islami, është abdesi i mësyshit. Kur dikush e ha mësysh dikë, se mund ta hash dikush edhe për dashurisë apo se nuk është kusht, vetëm inati dhe smia, mahnitesh me diçka, ha mësysh e kaput tjetrin. I thuhet atij merr abdes. Si është abdesi i mësyshit? Si ky abdesi i zakonshëm, po jo si ky, si personi që merr abdes, për që mund të ketë ngrënë mësysh pra dikë, ky personi merr abdes si më poshtë, lan gojen dhe hundën dhe fytyrën, lan duart deri në mbrylla, lan gjujt, shif, jo komët, lan gjujt, dhe lan pjesën e brendshme të rrobës që ka prek trupin, jo këtë që është lart, jo bluzën, po pjesën e brendshme të rrobës poshtme që ka prek trupin, vetëm fillimin. E shtrydh gjithë këtë në një enë, pra edhe ujin që ka marrë abdes, edhe këtë e shtrydh në enë, dhe njeriu që është marrë mësysh i derdhet ky ujë pa i tregu. I hidhet. E me shpresën e Zotit, ai do të japin efektin e vet. Ka për disa për dietarëve që thonë, nëse problemi është i mendshëm, pa mësysh ka qenë aq i rënd, që e ka dëmtuar njeriu brenda, pra jo thjesht në gjymtyrët e jashtme, po në organet e brendshme, thot pin prej këtij uji pak, dhe në shpresë Zotit kurohet. Po kur njeriu s'merr abdes, se ne kena problem shumë me thonë dikush merr abdes, më duket se nga hongër mësysh, dajemi për të mirë për të ligë. Unë kam hongër mësysh, si më akuzoj. Si çfarë më robi keq që hajmë si po s'ka lidhje robi keq robi mirë, u tha. Ka ca njerëz që kanë kështu vëllas. Sa herë habiten e kputi ja thyu. Ka njerëz tillë. Dhe ka njerëz që aktivizojnë vetë, nuk janë tillë, pa e ushqejnë dhe kur i drejtohet e sakaton. E nëse personi nuk merr abdes, nuk pranon se e çon për ofendim ose mund të çojë kënd probleme shumë të mëdha, atëherë merret diçka nga mbetjet e ushqimit të tij. Ka pi kafaj, merr filxhonin e kafës, futen ujë, bot njëjtën gjë. Ka hëngër, çka ka hëngër? Shejk, është koha shejkëve tani. Bërthom të shejkëve i kalon aty. Tak futin ujë dhe me këtë ujë laje personin që mund të jetë marrë, pra që është marrë mësysh. Ku ta kuptojnë tani, lind pyetja tjetër, famshme, ku ta kuptojnë? Po shihet nga situatat dhe rrethanat, si tha pejgamberi alayhis salam, ke kush dyshoni, thanë ata filani. Tha o filan hajde këtu. Po pse tha e vrisni vllajin tuaj, tha, kur shihni diçka të bukur që ju mahnit, përmendni Allahun. Mos e bën. Çfarë thotë ja? A vase po të futet në plumb gojë. Thuaj Allah, mashallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. As mos thuaj, ue sa bukur, mashallah, jo. Thuaj, mashallah, ue sa bukur. Alhamdulillah, sa bukur. Mos fut energjitë e këqija në fillim, edhe pastaj do ta lysh me krem, mashallah. Jo s'bën dobi. Pa të bo hatane, ke bo, futi mashallah, alhamdulillah, el fatiha mra pas atë dush, iku në heret. Pejgamberi sa më tha, më shumë ti që vdesi njerëz dhe ta vdesin për mësyshit. Se duke si shaka, po shakaja është e vërtet në këtë rast. Lusë Allahun që të na ruaj neve, dhe familjet tona, dhe shnetin ton, dhe pasunin ton, dhe imanin ton, prej skeqjes së hasedit edhe mësyshit. Amin. Vëllezër dhe motra, duke qenë se jemi në fund tetorit, mani mend, 1. Ne muslimanët nuk festojmë, as nuk duhet lejojmë që në fëmijët tonë, shtëpiat tona, në shkollat e fëmijëve tanë të festohet festa satanike e Halloweenit. Është festë satanike, festa e dreqinëve dhe e shejtanëve. Jo po është trendi bota. Po çfarë dush, vëlla, unë hoxha kam për detyrë me të thonë, është festë shejtanësh, dreqnish, festa e djajve. Festa e shpirtra, ku ka shpirtra, shpirti është ose në xhenet ose në xhenem, ku ka shpirtra. Janë shejatin. Prandaj ne nuk kemi kështu lloj gjonash. E para. E dyta gjë. Ora do të ndryshojë. Prandaj xhumana e ardhshme ezani do thirret në orën 12, jo në orën 1.
Prandaj keni parasysh këtë. E treta, ka dalë njoftimi i lajmërimit për haxhin. Mbyllet me 31 dhjetor. Kështu që kush e ka nda mendjen, kush sot u bë llogarit të nxitoj sepse po u plotësu venet ose po u plotësu data, pastaj selam aleikum, aleikum selam, shif në vitin tjetër. Kështu që boj llogarit, boj gjonat dhe unë besoj Zotin fal nëse jam gabimtar, se shumë prej atyre që nuk kanë bë haxhin e kanë për obligim me bë haxhin, po bëjnë llogarit e shtëpisë, martesës kalamojve, ndërtimit kësaj, po do të bëj dhe këte, të gjitha këto te Allahu nuk kanë asnjë lloj vlere, nëse ti ke lekët e të bëmes haxhit dhe ke lekët me jalon familjes tate që të jetojnë sa jetin haxh. Jo pëse kom nis katën e dytë, jo pëse du me bo shtëpi të re, jo pëse kisha nërmen mo me blej makinë, jo po duke me ardhë ca furnizime, orë zotni, nuk i njeh Allahu të gjitha këto orë shok. Ke lek të haxhit? Po. Ke lek në shtëpi sa mund të jetojnë ato duke mungu të 3 javë në haxh? Po, obligohet haxhi. Maro historia. Men istata ilejhi, se kush ka mundësi, kjo është fjala mundësi. Prandaj keni parasysh dhe këtë gjë, se ditët ikin edhe pastaj plotësohen edhe nuk mund të bashkangjitesh karvanit të faljes dhe të mëshirës që ka emrin haxh. Zoti na e mundsoft haxhin. Amin.